Ambasadori suedis në Shqipëri Niklas Strom zhvilloi një vizitë në Pogradec, ku takua me kryetarin e bashkisë dhe diskutoi mbi procesin e integrimit evropian të vendit. Ai e cilësoi Pogradecin një rajon të bukur dhe të rëndësishëm për Shqipërinë, duke nënvizuar se hapja e të gjithë kapitujve të negociatave të BE-s është një hap historik dhe një arritje shumë e rëndësishme për vendin. Jam shumë i lumtur që jam këtu në Pogradec, një rajon shumë i bukur, një pjesë e rëndësishme e Shqipërisë. Sapo jam takuar me kryetarin e bashkisë dhe kemi diskutuar për hapin e rëndësishëm të Shqipërisë, fazën në procesin e integrimit evropian. Shqipëria tani i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave të BE-s dhe për veprimet e rëndësishme që duhet të ndërmerren në nivel lokal edhe nga bashkitë në atë proces. Dhe ne kemi folur gjithashtu për partneritetin që Shqipëria ka me Suedinë dhe se si Suedia po e mbështet Shqipërinë si në nivel lokal me qeverisjen vendore dhe demokracinë vendore, ashtu edhe në nivel kombëtar me mjedisin, sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik. Dhe sot jemi të lumtur që jemi në gjendje të shfaqim edhe një film suedez këtu në Pogradec, sepse mendoj se është e rëndësishme të rritet njohja për vendet e njëri tjetrit me Suedisë dhe Shqipërisë dhe duhet promovoj çdo lloj kontakti mes dy vendeve tona. I pyetur për ritmin e progresit të Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Strom e vlerësoi atë si fantastik, duke kujtuar se kapitujt janë hapur brenda një viti dhe se vendi ka një kalendar ambicioz për mbylljen e tyre deri në 2027. Sipas tij, BE dhe Suedia e mbështesin plotësisht këtë proces. Progresi ka qenë fantastik deri tani. Ata i kanë hapur të gjithë kapitujt brenda një viti. Suedia është shumë e interesuar që Shqipëria t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe Shqipëria ka një kalendar shumë ambicioz. BE-ja, Komisioni Evropian dhe Suedia e mbështesin këtë. Por i takon Shqipërisë të bëjë të gjitha reformat që nevojiten. Ne jemi këtu për të mbështetur dhe BE është këtu për të mbështetur. Në lidhje me debatet mbi cilësinë e demokracisë, ambasadori tha se Suedia dhe Shqipëria po punojnë së bashku për forcimin e institucioneve demokratike, duke nënvizuar se është thelbësore që vendi të vazhdojë të përmirësohet. Ne po punojmë dhe Shqipëria po punon për të përmirësuar demokracinë në këtë vend dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme për vendin që të përmirësohet dhe të përmirësohet më tej. Ai komentoi edhe miratimin e ligjit të ri për barazinë gjinore, duke vlerësuar angazhimin e parlamentit. Strom shtoi se barazia gjinore është një vlerë që duhet mbrojtur nga çdo person që beson në të drejtat e grave dhe burrave, ashtu siç bëhet prej kohësh në Suedi. Po, parlamenti ka miratuar ligjin për barazinë gjinore dhe mendoj se ajo që është e rëndësishme këtu është që çdo person që beson në të drejtat e grave dhe burrave duhet të ngrihet në mbrojtje të barazisë gjinore dhe këtë bëjmë ne në Suedi. Në mbyllje, ambasadori Strom përsëriti angazhimin e Suedisë për të vijuar mbështetjen ndaj reformave dhe forcimit të institucioneve shqiptare, duke theksuar se rruga drejt BE-s kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm dhe përpjekje të përbashkëta. Ai u shpreh se lidhjet mes dy vendeve po thellohen çdo ditë, jo vetëm në nivel institucional, por edhe kulturor, duke e cilësuar këtë si një investim të rëndësishëm për të ardhmen e Shqipërisë në familjen evropiane.